Dhe tani në rap kemi disa çmime shumë të veçanta. Kolegja jon, autore e të vetmit emision dedikuar ekskluzivisht kinematografisë në Radio Televizionin Publik të Kosovës, zonjusha Mirjeta Baraliu, vjen në skenë për të ndarë disa çmime shumë të veçanta. Best Duo apo Grup, Best Movie Song, kënga më e mirë me motive nga filmi dhe çmimi True Story, këngën më të mirë të dedikuar për një ngjarje të vërtetë. Ftojmë Mirjeta Baraliu nga Radio Televizioni Publik i Kosovës për të ndarë këto çmime të veçanta në këtë edicion të 6-të me radhë të Zhurma Awards 2010. Dhe kolegën e saj Ardianën, jeni shumë të mirë se ardhuna. Mirë mbrëma, fillimisht përgëzoj Zikon për këtë eveniment dhe uroj që Zhurma Show të mbushë jo 6 për 60 vite dhe të vazhdoj akoma që të vlerësoj më të mirët dhe të shpërblej më të mirët në botën e muzikës. Të shohim të nominuarit. Best Duo Group. Dhe të shohim se kush është fitues për duo spotin videon më të mirë. Është DJ Hekuran Krasniqi. DJ Jazz and Hekuran Krasniqi and Legenda, Çokolat, titulli i këngës. Ftojmë në skenë. Bravo, Eki. Si jam Mr. Bini. Një turar turkite për një me për moderatorën nga Shqipëria. T'malet. E përshëndes shumë DJ Jazzin. Është një DJ cili nuk ka investu kushe disa sa në karrierën e vetë muzikore, po është njërin ndër ata që shumicës prej neve që të kush ka dënë diaspor ja ka lëshu këngët. Edhe o kujdes për mos mu grithë se deja. Një durat të kitet madhe për DJ Jazz. Mirëmbrëma të gjithëve, faleminderit Hekuranit për duetin, Zhurma Show, për këtë spektaklin e tillë. Faleminderit shumë. Kaloni sa më bukur.